Atëherë, gjatë kësaj periudhe kemi një rritje të gamës rasteve të cilat paraqiten në urgjencën e Elbasanit. Mund të kemi mbi 200 raste në 24 orë, të cilat për ne si urgjencë është goxha fluks. Janë paraqitur me raste statusi febrili, sidomos këto viroza të cilat janë stinuare dhe raste të komplekse të tjera të cilat janë të përhershme. Numri realisht ka qenë në rritje, shkaqet janë të ndryshme, po janë edhe fillimit e shkollave, grupimet e njerëzve e tjerë. Gjithashtu kemi pas dhe raste të cilat ne vazhdojmë me atë ritmin e kontrolleve të rasteve të cilët mund të jenë dhe me Covid, të cilat na kanë dalë tek tuk dhe raste të cilat kanë qenë raste me Covid. Pra, e cek këtë problematik për arsye sepse ne tashmë i dim ato rregullat, pra që në moment që ne kemi një viroz mos rrim bashkë me njerëzit, pra të ruajmë masat që ne kemi qenë që kur ishim në kohën e Covidit, që ne tashmë jemi mësuar. Pra, po gjithashtu e rëndësishme është që sikurse në kohën e Covidit që ne morëm ato vaksinimet e duhura, të gjitha për mbrojtjen, për parandalimin e komplikacioneve, tashmë në përgjithë qendrat shëndetësore dhe në urgjencën e stafit i kemi bërë pra vaksinat të cilat janë parandaluese për sa i përket problematikave të ndryshme të cilat mund paraqiten gjatë një pacienti i cili është me një status viral. Pra, kjo është situata të cilat ne duhet i kemi kujdes për të parandaluar, të paraqitemi kur bëjmë planifikimet e vaksinave që ne ti kryejmë vaksinat për sidomos moshat të cilat kanë edhe problematika, të cilat kanë probleme kardiake, probleme pulmonare, diabet mellitus e tjerë, duhet me parandalu një komplikacion të mundshëm që mund të vinë nga problemet virale. Përpos këshillave tuaja, unë kam vënë re që ka ende njerëz të cilët janë skeptik kur vjen puna te vaksinave. Çfarë mund të thoni këtyre fundit, sepse të mundshëm që mund të vinë nga problemet virale. Realisht vaksinat janë të argumentuara shkencërisht dhe është mbrojtje, është parandalim për komplikacione të ndryshme që mund të vinë nga situata të cilat mund paraqitet një pacient me viroz. Pra ne mjekët i këshillojmë të gjithë pacientët tanë që të kryejnë pra vaksinat stinuare sidomos, që ne duhet me e bërë për të parandaluar komplikacione, sepse një pacient i cili është me një problem kardiak dhe nëse ai e kryen vaksinën që e mbron nga virozat e mundshme, atëherë normalisht që ai është më i shëndetshëm dhe nuk i jep komplikacione. Por nëse ai nuk bën një mbrojtje nga vaksina, atëherë do kemi një gjendje virale që e cila mund të rëndohet, komplekse dhe vjen deri në gjendje shumë të rëndë dhe ne e marrim dhe kemi pas raste të cilat hospitalizohen. Pra, në një viroz e thjesht pastaj hapen komplikacione shumë të rënda për një pacient. Prandaj mira është që gjithë mjekët ne bashkë, domethënë i këshillojmë pacientit që të kryejnë vaksinat stinuare. Realisht simptomat janë me temperaturë e lartë, me kollë, të shtinë, ndonjëherë kemi enteroviroza, të cilët prekin sistemin gastrointestinal, pra me diarre, me të vjella, dhe të gjitha këto në përgjithësi më të prekshme janë edhe tek pacientët që kanë dhe simptoma, domethënë ose diagnoza bashkangjitëse. Për shembull, një pacient që mund të ketë probleme me diabet mellitus, ka një gastroenterit, pra goxha të theksuar, pra me të vjella apo diarre, atëherë ai thellohet gjendja situata e një pacienti të tillë. Po gjithashtu, pra kemi ato çrregullime elektrolitike, kur themi ne të enteroviroza, pra të gastroenteritit. Por gjithashtu edhe problemet kardiake, nëse një pacient i cili është me një temperaturë të lartë, po ka dhe një problem kardiak, normalisht thellohet dhe situata bëhet më e prekshme. Pra, ne në kompleksin e pacientëve, më të prekshme në përgjithësi simptomos të virozat janë fëmijët, të cilët ne thamë arsyen që janë grupimet e tyre, po dhe moshat e treta të cilat duhet të kenë kujdes sepse kanë dhe komplikacione që mund të japin virozat nga sëmundjet bashkangjitëse. Faleminderit. Nuk punon, se po ta vekësh parën unë më kthej. Ja. Në palofën po.
Nxerë me nxerë sa s'kam për të martu mama. Në palofën të. Nxerë me nxerë sa s'kam për të martu mama. Nuk punon, se po ta veke çfarë unë më ktheu. Ja. Në palofën të.